Mirë, mirë kthyer në studion e Start në këto minutat fundit emisionit në fakt, përpara se të shkojmë tek biseda e radhës, do doja patjetër t'ju jepja sugjerimin tim, si një mikeshe mire juaja tashmë prej vitesh. Unë gjithmonë në lëvizjet e mia përdor Blue Taxi, kjo për shkak të komoditetit dhe cilësisë. Një shërbim i cili prej 3 vitesh funksionon dhe funksionon më së miri, duke bërë që dita e gjithë secilit për ju të jetë më e thjeshtë dhe më pak shqetësime për trafikun, për parkimin apo detajet të tjera. Kështu që nëse ju duhet të zgjidhni të lëvizni sot, e dini me çfarë. Ndërkohë që tani do të ndalemi tek moti, do të ndalemi tek mënyra se si do të vi moti dhe temperaturat për gjatë këtyre ditëve të fundit të dhjetorit. Si do ta mbyllim vitin 2025? A pritet ndonjë mas e të ftohtit? Do ta kuptojmë këtë, sepse në fakt në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente kam Anira Gjoni, që është meteorologe nga Instituti i Gjeoshkencave. Anira, të përshëndes. Përshëndetje. Për ta nisur, e thash janë ditët e fundit vitit 2025, është edhe ky një nga vitet më të nxehta, në fakt sikurse është bërë me dije edhe pak ditë më parë nga Kopernikus, megjithatë si pritet të jetë moti në vendin ton konkretisht? Sa i takon kësaj jave, pritet që të kemi kushte të paqëndrueshme atmosferike, me përjashtim të ditës së sotme, ku nuk presim që të kemi reshje, duke nisur nga mesnata apo mëngjesi i nesër, pritet që të kemi rikthimin e reshjeve, të cilat do të jenë të dobta dhe do të prekin pothuajse të gjitha qarqet. Nuk shohim problematika lidhur me intensitetin e reshjeve të mbrëmjes së sotme apo mëngjesit të nesër, ndërsa sa i takon ditës së nesërme, pra e marta gjatë mbrëmjes, do të sjellë reshje lokalisht deri mesatare në qarqet Vlorë dhe Gjirokastër. Sa i takon temperaturave, pritet që në Bregdet temperaturat minimale të shënojnë 9 gradë dhe maksimale të shkojnë deri në 15, ndërsa në zonat e ulta pritet që temperaturat minimale të shënojnë 7 gradë dhe ato maksimale shkojnë deri në 15. Në zonat malore pritet që temperaturat minimale të shënojnë 0 gradë dhe maksimale të shkojnë deri në 7. Reshje bore priten të ndodhin gjatë këtyre ditëve? Po, pritet që mbrëmja e datës 24 dhe mëngjesi i datës 25 të kemi reshje të dobta dëbore, kryesisht do të jenë në veri të vendit dhe në lindje, por do të jenë në zonat malore mbi 1 metër, pra mund të them që do të preket thethi në veri apo lartësi më të mëdha sa i takon nga niveli i detit. Pra do të jenë të pakta edhe në juglindje, por do të jenë në zona të thella malore, çka do të thotë se do të jenë mbi 1 metër. Nga jo çfarë arrim të kuptojmë, Anira, ose këtë vit do ta mbyllim me temperatura të qëndrueshme dhe pa reshje bore në qytet, paktën për ata që kanë rezervuar në Korçë, se e dim që dyndja më e madhe për festën e ndrimit viteve është pikërisht në qytetin e Korçës. Po, por do të jenë zonat malore ato që do të preken nga reshjet e dëborës, pavarësisht se pjesa e qyteteve nuk pritet pra që të kemi reshje të dëborës. Ngrica, nga sa kuptoj të paktën nga temperaturat, është natyrshëm e kuptueshme që nuk do të ketë. Çfarë duhet kenë parasysh qytetarët, si të vishemi gjatë këtyre ditëve, qëndrojmë trash, çfarë duhet të bëjmë? Jo, temperaturat nuk janë shumë të ulta, janë vlera, ndoshta vijojnë të qëndrojnë mbi mesataret shumë vjeçare, ashtu siç e kemi cilësuar çdo muaj të këtij viti, që muaj pas muaj pra ka regjistruar rekorde sa i takon temperaturave, pasi vijojmë të qëndrojmë mbi vlerat mesatareve shumë vjeçare. Por problematike gjatë kësaj jave mund të jenë reshjet e herpashershme të shiut, të cilat do të jenë lokale të dobta dhe ndoshta të duhet mbajtur çadra me vete. Ndërkohë nga ana tjetër, ky vit, siç e thash edhe më herët, ka qenë ndër më të ngrohtët dhe më të nxehtit të regjistruar. Të dhëna këto të cilat përpunohen ditë pas dite dhe për çdo vit që kemi thënë është më i nxehti, ka ardhur pasardhësi që pastaj na ka surprizuar. A ka ndonjë parashikim deri më tani lidhur me ndryshimet e motit në vitin 2026, si hyjmë në 2026, nëse ka të dhëna patjetër? Po, muajt e parë të vitit
Mirë, me sa duket kemi një problem të vogël me lidhjen, do të lidhemi me njëherë, kuptojmë që java ka nisur me diell, por si që dhe ekspertja e përmendi, do të kemi një paqëndrueshmëri e cila do të shfaqet përgjatë kësaj jave, nis e hëna pra me diell dhe kushtet të qëndrueshme të motit për të kaluar pastaj në disa probleme të vogla të cilat do të hasen që nga e marta e në vijim. Si që bë me dije, Vlora dhe Gjirokastra do të kenë rreshje shiu, por që nuk do të jenë me një intensitet të lartë, do të jenë të rralla rreshjet e shiut, dhe si që kemi vënë re dhe për gjatë atyre javëve të nëntorit, Vlora dhe Gjirokastra ishin ndër qytetet që u prekën më intensivisht nga rreshjet e shiut, pati edhe problematika, kujtojmë pikërisht para lajmërimet për daljen nga shtrati të lumit Vjosa, duke qenë se nivelet kishin arritur goxha lartë dhe situata mbetej shqetësuese, ndërkohë që tashmë po flasim për një situatë e cila mbetet më së qëndrueshme në këto ditë të fundit të dhjetorit. Mos të harrojmë, është data 22 dhjetor dhe ne ende vijojmë të mbetemi me ata xhupat mesatarisht të trash. Lidhemi sërish me Anirën, e kemi në lidhje për të vijuar me parashikimin deri më tani për vitin 2026. Ashtu siç po thoja, për pjesën e parë të vitit 2026, muajt e parë, do të nisin sërish me temperatura mbi mesataret, por duke qenë se ky dimër pritet që të ishte me temperatura pak më të ulta, 1 apo 2 gradë më të ulta se sa dimrat e 2 viteve që sapo lam pas. Pritet pra që janari dhe shkurti të jenë sërish mbi vlerat mesatare, sigurisht, por do të jenë me diferenca shumë të vogla, më të ulta nëse e krahasojmë me 2 dimrat që kemi lënë pas. Pra presim temperatura pak më të ulta në raport me 2 dimrat që kemi lënë pas, do shohim dimër më në fund, Anira, nga sa kuptoj unë, se na u bën disa vite që ne nuk përjetojmë më dimër. Ashtu siç gjatë muajit nëntor përjetuam rreshje të cilat janë karakteristike të muajit nëntor dhe kishim pasur disa vite ku kishim mungesa sa i takon pjesës rreshjeve të shiut, prezenca e tyre, por edhe temperatura pak më të ulta na shoqëruan edhe përgjatë muajit dhjetor. E tillë pritet që të jetë tabloja edhe për pjesën e janarit apo të shkurtit. Janë muaj më të thatë, nuk pritet pra që të kemi ato sasitë e rreshjeve të ditëve të njëpasnjëshme, siç na shoqëruan përgjatë nëntorit, por do të jenë vlera termike pra më të ulta, prej 1 apo 2 gradësh në secilën prej në zonave klimatike të vendit tonë. Ndërkohë që presim ndonjë fenomen, siç mund të jetë ndonjë masë e të ftohtit polar, siç ndodhi gjatë muajit nëntor, kur ne kemi bërë edhe lidhjen e radhës për të folur edhe për ato rreshjet që e prekën vendin për më shumë se 2 apo 3 javë. Aktualisht që ne flasim për 2 javët në vijim, nuk presim që të kemi situata të ngjashme të motit apo situata ekstreme sa i takon kushteve të motit. Jemi në kushte normale, nëse mund ta quajmë kështu. Nuk presim pra që të kemi një stuhi e cila do të prek vendin ton apo edhe vendet fqinje. Do të ketë rreshje të dobta lokale, jo problematike. Ndërsa sa i takon një parashikim më afatmesëm, është shpejt për të folur për gjëra teknike apo për masa të cilat sjellin edhe stuhi mbi vendin tonë. Megjithatë, deri tani situata duket shumë mirë edhe do të jemi plotësisht të favorizuar për të shijuar ato ditët e pushimit teksa vitet ndërrohen. Anira, unë falenderoj që gjete kohë për t'u lidhur me ne këtë mëngjesit dhe për të na sjellë informacion lidhur me kushtet e motit, se një nga shqetësimet e neve njerëzve të mëngjesit është pikërisht si do të jenë temperaturat, dhe të uroj një javë sa më të mbar. Faleminderit, javë të mbar edhe për ju. Mirë, kemi mësuar se si në fakt do të jetë situata e motit, me sa duket nuk do të ketë asgjë shqetësuese përveç atyre rreshjeve që do të ndodhin në disa zona të caktuara, të cilat meteorologja Anira Gjoni nga Instituti i Gjeoshkencave na i përmendi. Tani do të shkojmë për ata miq që sapo janë zgjuar tek përmbledhja e lajmeve kryesore. Ndjekim edhe një herë se nëse sapo e keni nisur ditën, duhet ta nisni me informacion.